Bokseri nga Drenica, Drilon Rama, u shpat fituesi i edicionit të tretë të shtëpisë më të famshme në Kosovë. Ai këtë kohë ka qenë vazhdimisht duke e përkrahur Gjestin, me të cilin ka bërë një rrogotim sa ishte brenda shtëpisë së famshme në Kosovë. Në një live në rrjetet sociale, ai thotë se dëshiron të shkojë në finale për artistin nga Peja. Megjithatë, ai bëri të ditur se ka disa projekte të rëndësishme që nuk mund t'i lë, por që të mundohet t'i shtyjë. Ndër të tjera, Driloni thekson se Gjesti ka 6 muaj izolim dhe kur të dalë nuk do e di se ku e ka kokën. Për finale për Gjesti nuk e di kam me shku, po kam qef me shku dhe po mundohem me shku, por është një punë që bashkë në fund të javës kam disa takime të rëndësishme që kam pritur shumë për ato takime, po mundohem t'i shtyj, u shpreh ai. Tutje tha, nëse nuk mund t'i shtyj, duhet t'i kem parasysh takimet. Gjesti nuk e di se çfarë do të heqi kur të dalë nga shtëpia. Nëse shkoj, dua me qenë atje për Gjestin, por jo që të hyj direkt në kontakt me të, se më besoni kur them se ai nuk do ta di ku do ta ketë kokën, sepse ka rreth 6 muaj në izolim, deklaroi Driloni.